Të gjithë zyrtarët publik kanë qenë të informuar të paktën 3 herë për obligimin e tyre. Obligimin jo vetëm për afatin kohor, por edhe për kërkesën ligjore që deklarimi i tyre të jetë i saktë. Përveç saj, pas publikimit, të gjitha zyrtarët publik janë informuar që kanë mundësi ligjore për ta përmirësuar deklarimin e tyre nëse janë evidentuar ndonjë lëshim teknik gjatë deklarimit të herës së parë. Për shembull, nëse dikush e kryen deklarimin e rregullt të pasurisë gjatë muajit mars, ne kemi parafrasisht një muaj për t'i përpunuar ato dhëna dhe për t'i bërë të çashme për publikun e gjerë. Pastaj këta zyrtarë kanë një muaj kohë që edhe herë të shikojnë, të evidentojnë ndonjë lëshim, të bëjnë kërkesë për përmirësim dhe ne i pranojmë ato përmirësime. Pastaj, pas përfundimit, kemi 3 njoftime, pastaj bëhet publike, pastaj njoftohen edhe një herë gjitha. Këtë vit e kemi përdorur edhe mekanizmin e SMS-s për të informuar. Qoftë se prokuria gjyqësore kish mund të na tregu neve se si mund ta dëshmojmë ne dashjen, ne do ta përgatisim çdo herë. Në qoftë se prokuria gjyqësore vjen te agjencia dhe na thot dashja mund të dëshmohet nga ju me XYZ vepra, argumente tjera, ne do të synonim ta bënim atë. Megjithatë, ai thotë se dashja duhet të hetohet nga prokuroria dhe mos të kryenin edhe një herë hetim administrativ. Do të duhet që prokurori, kur e merr një rast të agjencisë, të kryejë gjitha hapat e vet hetimor dhe ta dëshmoj dashjen e kryer. E jo ta mbyll thotë sepse agjencia nuk ka arritur të dëshmoj dashjen. Nuk mendoj që po bën hetim administrative, unë konsideroj që çdo rast trajtohet në mënyrë individuale, çdo rast trajtohet me peshën e saj, çdo rast trajtohet me përpunimin e saj dhe çdo rast trajtohet sipas specifikave të çdo rasti. Nuk mund të kenë raste të ngjashme, nuk mund të kenë raste me pretendime të njëjta. Domthonë çdo rast është i veçantë. Prandaj ne si prokurori çdo rasti që e kemi në procedurë, ja kushtojmë kohën e duhur, vëmendjen e duhur, profesionalizmin e duhur. Dhe në ato situata domthonë kur ne si prokurori kemi konsideruar se është formu dyshimi apo ekziston dyshimi bazuar mirë për ngritjen e akuzës, ne edhe kemi ngrit akuzat mbi bazën e cilave edhe zyrtarët e lartë ose të pandert janë dënuar, kanë marrë dënime meritore nga ana e gjykatës. Por se tani më është një situatë krejtësisht e re, unë që po besoj që do ta adresojmë këtë çështje në një kolegjium të përbashkët të Prokurisë Mbretërore në Prishtinë.